تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Gjithë lavdia takon vetëm Allahut. Ata falenderojmë dhe i shprehim lavdi, prej tij kërkojmë ndihmë dhe prej tij kërkojmë falje. Kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga keqja e vetes sonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Ka udhëzon Allahu, s'ka kush e devion, dhe ka devion Allahu, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, i cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij, si dhe të gjithë ata që e ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Zoti ynë, ti je i lartësuar dhe i pastër nga çdo emet, ne nuk dim asgjë posa asaj që ne ke mësuar ti, në të vërtetë ti je gjithdituri, i urti. O Allah, na bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi, na shto diturinë, na përmirëso gjendjen në tërësi dhe mos na lër të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Është në rregull. Vazhdojmë me leximin e librit Al-Adab al-Mufrad të autorit Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, i cili ka lindur në vitin 194 dhe ka vdekur në vitin 256. Edhe më tutje jemi në vazhdim me disa hadithe që tregojnë për lutje që janë transmetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe kemi thënë shumë herë se në ato lutje është kuptimi i përsosur, përullësia e përsosur ndaj Allahut subhanahu wa taala, fjalët dhe domethëniet më të plota, më madhështore. Prandaj vazhdimisht njeriu duhet të studiojë lutjet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe secilën nevojë që e ka dhe secilën çështje për cilën do të lutet, do të gjej forma më të mrekullueshme në lutjet që janë transmetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe në hadithin e radhës thot Imam Bukhari rahimahullah: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سلمة ابن كهيل عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال. Do të thonë me këtë zinxhir Imam Bukhari transmeton nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, i cili ka thënë bitu inda Maimuna. Do të thonë bujta, pra kalova natën te Maimuna radhiyallahu anha, nana e besimtarve, Maimunja radhiyallahu anha, e cila është tezja e Abdullah ibn Abbasit. Do të thonë prandaj ka fjetur në shtëpinë e saj, në dhomën e saj, ka fjetur me qëllim që ta shoh ibadetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam gjatë natës, edhe ta shoh se si e bën namazin e natës, do të thënë ta mësoj direkt nga vepra e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo ka qenë dëshira dhe ky ka qenë kujdesi i sahabeve gjithmonë, edhe për ta pa me sy direkt si e vepron një adhurim i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, që ta bën njësoj si ai. Pra e ka kalu natën te tezja e tij Maimuna radhiyallahu anha. Thot faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam فأتى حاجته فغسل وجهه ويديه ثم نام. Do të thonë ngrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për nevojën e tij dhe e kreu nevojën, pastaj u kthye, i lau duart dhe fytyrën. Ose ka tjetër transmetim gjithashtu e ka la dhe gojën, e ka shpërla gojën edhe fytyrën, pastaj ka fjetur. Thumma qam fa ata al-qirba fa atlaqa sinaqaha, pastaj u ngrit më vonë, pas një kohe tjetër të natës, edhe shkoi te ajo ena ku e kanë mbajtur ujin. Nuk e di nëse ka në gjuhën shqipe një emër të veçantë për ato strajca, do të thonë që i kanë bërë me lëkurë të dhis, ku e kanë mbajtur ujin. A ka ndonjë emër
të veçantë për këtë? Çka i thuhet kësaj? S'keni dëgju. Arabisht qirbe. Domethënë është kjo lëkura e dhis që e mbyllin gjitha anët edhe e lanë vetëm te fyti, domethënë prej aty e mbushin me ujë ose edhe me tjera, për shembull kanë mbush me gjalp, shembull e kanë rujt aty. Ajo është edhe për si izolim për temperaturën edhe gjithashtu për mirëmbajtje edhe gjathit edhe llojet prodhimeve të tjera ushqimore. Thot shkoj te kjo qirbja edhe ja hapi atë grykën, pastaj mori avdes. Thumma tawadda'a wudu'an bayna wudu'ain. Do të thënë mori avdes mesatar, mes dy llojeve të avdesit. Do të thënë as me nxitim pa i përfundu pjesët e trupit mirë, por ka marrë avdes siç përmendet edhe në tjetër transmetim asbagha. Do të thënë me larje të plotë të secilës gjymtyr, mirë po edhe jo me harxhim të tepërt të ujit. Do të thënë kjo është mes dy llojeve të avdesit, jo me pak ujë që të jetë do të thënë larja e mangët e gjymtyrve të avdesit, por i ka la në mënyrë të plotë, me avdes të plotë për sosur, por me shumë pak ujë, do të thënë nga ana tjetër, do thotë nuk ka harxhu tepër ujë. Po thotë pikërisht thotë lem yukthir wa qad ablagh. Do të thënë nuk e ka tepru me ujë, por e ka bër avdesin e plot. Edhe do të thënë e ka shtu larjen e pjesëve. Mirë, pastaj thotë fa salla, pastaj u fal, fa qumtu fatamattaitu karahiyata an yara anni kuntu abqihi. Këtu është e shkruar. Do të thënë pastaj unë ngrita edhe do të thënë në mënyrë të pa bërë zhurmë ose pa u marrë vesh, u largova, sepse nuk desha që të mendoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se jam duke përcjell, do të thënë duke ndjekur me shikim ose duke si thuhet sikur duke spionuar, do të thënë ose ka do të thotë pikërisht kjo fjala e bëqihi këtu, ka e tqihi ose e bëghihi, do të thënë mos mendoj se jam duke e kërkuar, do të thënë, pra ka dashur që ta lërë qetë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në namaz, mos e shqetësoj, është larguar pa u marrë vesh, edhe thot mora avdes edhe unë, edhe qëndrova nga ana e majt e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha bi udhuni fa adarani an yaminihi, edhe më kapi për veshi edhe më çoi, siç është në transmetim tjetër, nga mbrapa dhe më nxori nga ana e djathtë e tij. Fatatamat salatuhu min al-layli, do thotë qëllimi këtu është të tregohet se kur falen dy veta, do të thonë xhamati duhet të qëndrojë nga ana e djathtë e imamit. Pra Abdullah ibn Abbas nuk e ka ditur këtë, edhe ka qëndruar nga ana e majtë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ta ketë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në të djathtë. Mirë po, rregulla për renditjen e imamit dhe xhamatit kur janë vetëm dy veta, do të thonë është kjo, që të jetë imami, pastaj nga ana e djathtë e imamit qëndron ai që falet pas tij. Në një saf të drejtë, jo duke qëndruar më mbrapa. Nuk ka ndonjë argument për ata që thonë se duhet 4 gishta më mbrapa ose diçka të tillë. Nuk ka asnjë argument. Do thotë një saf, vetëm se imami nga ana e majtë, xhamati nga ana e djathtë. Fatatamat salatuhu min al-layli 13 rak'a. Atëherë u plotsu namazi i tij, do të thonë e fali pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 13 rekate namaznate. Thumma taja'a fanama hatta nafakh, pastaj u shtri fjeti saqë filloi të kërhas, wa kana idha nama nafakh, edhe dihet se kur flinte kërhiste sallallahu alaihi wasallam. Fa adhanahu Bilalun bis-salah fa salla wa lam yatawadda. Thot pastaj e thiri Bilali për namaz, ose e thiri ezanin, do të thënë Bilali,
radhiyallahu anhu, edhe u ngrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, u fal dhe nuk mori abdes. Wa kana fi du'aihi, dhe në lutjet e tij ishte kjo lutje: Allahumma ij'al fi qalbi nuran, wa fi sam'i nuran, wa an yamini nuran, wa an yasari nuran. Ka thënë Allah, më jep në zemrën time dritë, në dëgjimin tim dritë, nga e djathta më jep dritë, nga e majta më jep dritë, wa fawqi nuran, dhe prej sipër më jep dritë, wa tahti nuran, edhe prej poshtë më jep dritë, wa amami nuran, wa khalfi nuran, edhe më jep përpara dritë edhe mbrapa dritë, wa a'dhim li nura, edhe ma shto dritën, do të thënë më jep dritë sa më të madhe. Kjo është duaja që e ka përmendur këtu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dhe thot prej duas të tij, do thot tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është lutur shumë, mirë po një pjesë prej lutjes së tij ka qenë kjo. Dhe kjo është lutje e dobishme që mund ta përdor njeriu në secilën kohë, mund ta përdor në namaz, prandaj ka mundësi që të ketë qenë kjo lutje në namazin e natës. Edhe mirë po ka mundësi të ketë qenë në rrugës duke shkuar për xhami. Edhe kjo është e transmetuar në hadithet tjera, dhe të është prej sunetit që të thuhet rrugës për në xhami. Edhe me të vërtetë përshtatet me pozitën, gjendjen që është njeriu duke shkuar në xhami, që të kërkoj prej Allahut dritë. Përmend do thotë ka fal 13 rekate pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ky ka qenë numri më i madh që e ka falur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra në shumicën ka falur më pak, dhe në shumicën e rasteve ka falë 11, si ka thënë Aisha radhiyallahu anha, nuk ka shtuar në Ramazan dhe jashtë Ramazanit më shumë se 11 rekate në namaznate. Kurse këtu Abdullah ibn Abbas dëshmon se ka falë 13 rekate. Do thotë ka falë 10 rekate 2 nga 2, pasi ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam salatul leili mathna mathna. Do të thënë namazi i natës falet 2 nga 2. Namazin e natës e ka falë 2 nga 2, derisa janë plotësuar 10 rekate. Pastaj vitrin e ka falur 3 rekate, që mund të jetë, do të thënë 3 rekate me 1 selam dhe 1 ulje, ose me 2 ulje dhe 2 selam. Do të thënë ka dhënë selam mas 2 rekateve, pastaj ka falur edhe 1 rekat. Gjitha këto janë të transmetuara nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe numri i rekateve në namazin e natës nuk është numër për ndonjë kufizim. Do të thënë nuk e kufizon që mos ketë të drejtë njeriu të falë më shumë ose më pak. Por namazi i natës është namaz nafile i përgjithshëm, dhe falet, si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, methna, falet 2 nga 2. Nuk ka caktuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndonjë numër që thotë namazi i natës është kaq rekate, se pikërisht kjo ka qenë pyetja e sahabëve, ka thënë për namazin e natës, nuk i ka thënë namazi i natës falet 10 ose 20 ose më pak ose më shumë, por ka thënë falet 2 nga 2, derisa të afrohet mëngjesi, kur ke frikë se do thirr sabah, atëherë fal, do të thënë e bën tek, me 1 ose me 3 rekate, e bën tek, edhe me këtë, do të thënë përfundon namazi i natës. Edhe kjo tregon se numri është i pakufizuar, nuk ka as numri 20, nuk është i saktë, do të thënë nuk ka ndonjë argument për kufizimin me numër 20, por gjithashtu edhe nuk ka argument që e bën të ndaluar njeriu të falë më shumë se 11 ose 13 ose më shumë. Do të thënë nuk ka argument që kufizon. Prandaj thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, inna salat al-layl laysa fiha adadun muayyan. Thot namazi i natës nuk ka numër të caktuar, thot Ibn Taymiyah, nuk ka numër të caktuar që nuk lejohet mangësimi ose teprimi mbi të. Do të thënë nuk ka ndonjë argument për këtë, por njeriu falet sa të ketë fuqi. Do të thënë sa ka fuqi dhe vullnet ose zell për të falur, mund të falë prej natës, duke i falur 2 nga 2, dhe më në fund e bën tek me 1. Në lutjen që është lutur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është kërkimi i dritës.
Dhe drita është kërkuar në formë të detajuar. Pra, ka disa që kanë thonë, pse nuk ka thënë më jep dritë të shumt në zemër, në shikim, në dëgjim, në gjymtyrë, kështu me radhë, por ka thonë më jep dritë në zemër, dritë në dëgjim, dritë në shikim. Këtu s'përmendet shikimin në këtë transmetim, mirë po, kanë hadithe dritë në shikim, dritë nga e djathta, dritë nga e majta, dritë përpara, dritë mbrapa, dritë në, ka thonë, gjithashtu në gjuhën time, dritë në eshtrat e mi dhe dritë në mishin tim dhe dritë në lëkurën time. Në transmetimet të ndryshme janë të përmendura gjitha këto, dhe secilën herë ka thonë më jep dritë. Njëherë, çka është drita? Drita, do të thonë varet për cilën pjesë kërkohet. Drita për në zemër, këtu kanë përmendur dietarët shumë aspekte të domethënieve të këtyre fjalëve. Njëherë për zemër, dëgjim dhe shikim ka thonë fi, do thotë në, më jep në zemër dritë. Kurse për anët an yamini wa an shiman, do të thonë nga e djathta dhe nga e majta, më jep dritë, dhe min fauqi dhe prej lart, do të thonë këto kanë kuptime, secila pjesës, do të thonë ka kuptimin e vet. Më jep zemër në dritë, do të thonë sepse më jep dritë në zemër, do thotë është sepse zemra është vendi i kuptimit dhe diturisë dhe udhëzimit, dhe aty duhet të jetë drita e qëndrueshme, do thonë të jetë dritë që ka zënë vend dhe përhapet prej zemrës, përhapet. Dhe drita e zemrës është dritë për kuptimin dhe ndjekjen e udhëzimit. Drita e dëgjimit dhe drita e shikimit. Drita e dëgjimit është që njeriu mos ketë pengesë nga dëgjimi i argumenteve të Allahut dhe dëgjimi i udhëzimit. Cila është pengesa? Është errësira që e sjell shejtani. Prandaj më në fund pasi janë përmendur gjitha anët, edhe ka thënë wa min tahti, edhe prej poshtë, sepse ka raste shumë që shejtani prej poshtë ndikon te njeriu. Do të thënë këtu kërkohet mbrojtje dhe ndihmë dhe ndriçim nga të gjitha anët, që mos afrohet shejtani nga asnjëra anë. Do të thonë më bëj dritë në zemër, do të thonë më mundso që ta kuptoj të vërtetën dhe ta dua gjithashtu, të kem dashuri për të vërtetën dhe mos kem pengesë për ndjekjen e udhëzimit. Më bëj në dëgjim dritë, do thotë që ta dëgjoj të vërtetën dhe ta pranoj kur e dëgjoj. Mos ketë, siç është përmendur në ajete se Allahu ju ka vendosur perde mosbesimtarëve në vesh, që mos e dëgjojnë, do të thonë edhe pse i dëgjojnë, pra zëri u aprek veshin e tyre, mirë po nuk dëgjojnë me kuptim. Edhe në shikim, është thonë shikimi pas dëgjimit, sepse udhëzimi në fenë e Allahut, në rrugën e xhenetit, është me dëgjim. Dhe shikimi gjithashtu është përforcim për udhëzimin, duke i shikuar argumentet e Allahut në krijesat e tij. Pastaj nga e djathta dhe nga e majta, do të thonë është që të kem përkrahje nga të gjitha anët, do thotë përkrahje me dritë nga Allahu subhanahu wa taala, që mos jem i luhatshëm dhe mbaj përpara dritë që të jetë rruga, mos kem rrëshqitje në ecjen drejt Allahut dhe shpërblimit të Allahut subhanahu wa taala. Dhe gjithashtu nga mbrapa më bëj dritë, kanë thonë është për qëllim drita që duhet ta ndjekin pasuesit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do thonë ose secili njeri, do thotë ata që vinë pas, që për pasuesit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kjo dritë është para tyre. Do thonë ajo drita që e ka kërkuar mbrapa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do thonë që rruga të jetë e ndriçuar edhe për ata që vinë pas meje, si ka thonë Allahu qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi, do të thonë thuaj, kjo është rruga ime, unë thras për tek Allahu, ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Do të thonë jemi në dituri të qartë. Basira, do të thonë dituri që bën dritë për ta pa.
të vërtetën sakt, unë dhe ata që më ndjekin mua. Do të thënë kjo është fjalë që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thotë pasi e ka urdhëruar Allahu. Thotë që kjo është drita, kjo është rruga jon e qartë, e ndriçuar, dhe në të ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe secili që e ndjek atë. Se tham, nëse njeriu për në lidhje me dëgjimin, pra nëse njeriu nuk ka dritë në dëgjim dhe në shikim, nëse nuk ka dritë që është drita e imanit, e bën dëgjimi dhe shikimi që t'i kundërshtoj argumentet e Allahut. Do të thënë, po ashtu ka në një prej transmetime wa fi mukhi, do të thënë më bëj në palcën time ose në trurin tim. Do të thënë më bëj dritë, më jep dritë. Pasi njerëz me logjikën e tyre ose me shikimin dhe dëgjimin, me përvojat, me njohuritë, shkencë kështu me radhë, i kundërshtojnë argumentet e Allahut subhanahu wa taala. Kjo është për shkak të errësirës që e kanë në këto gjymtyr ose në këto shqisa. Për këtë shkak kërkohet drita nga Allahu subhanahu wa taala. Pse ka kërku për secilën? E bëm pyetjen në fillim, për secilën veç e veç dritë. Pse, do të thënë, do të kishte mjaftu sikur thotë më jep dritë në zemër ose më jep dritë pra në zemrën time dëgjimin dhe t'i përmend gjitha ato që nënkupton një dritë që hyn në zemër dhe shpërndahet në gjymtyr tjera, në shqisat, në anët që e rrethojnë. Kam thënë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka kërkuar, do të thënë, dritë për secilën vetvete. Nëse kishte kërkuar një herë, do të thënë ajo do të kishte qenë një dritë që shpërndahet në pjesët tjera. Kurse kërkon për secilën dritë veçantë, që është më e fuqishme se sa vetëm ajo që shpërndahet. Dhe gjithashtu, do thotë, pra disa aspekte të dritës janë për krahje, siç është nga e djathta dhe nga e majta. Tjetër në lidhe pra drita është udhëzimi që e jep Allahu njeriut dhe mundësia për ta kuptuar të vërtetën, siç ka thënë Allahu në ajete fa huwa ala nurin min rabbih, do të thënë ai njeri që e ka udhëzuar Allahu është në dritë prej Zotit të tij. Pra i ka dhënë Allahu dritë dhe e shet vërtetën. Po ashtu ka thënë wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas, do të thënë njeri që i kemi dhënë dritë me të cilën ecë në mesin e njerëzve. Do të thënë ka dritë, edhe pse janë errësira të shumta, por njeriu me këtë dritë që ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala i sheh gjërat qartë, edhe me të vërtetë njeriu që udhëzohet, nëse ndalet dhe analizon, me të vërtetë e sheh se kuptimi dhe shikimi i gjërave është me të vërtetë me dritë nga Allahu subhanahu wa taala. Kurse njerëzit janë në errësira, edhe pse u vjen ajo e vërteta deri para syve, domethënë kjo errësira është që e pengon nga shikimi ose vjen deri te veshi dhe pengon nga dëgjimi. Kjo dritë, domethënë vjen vetëm nga Allahu subhanahu wa taala, si ka thënë Allahu, ka thënë Allahu nurus samawati wal ard. Domethënë Allahu është drita e qiellit dhe tokës. Pra Allahu është ai që ai është dritë dhe ai u jep dritë qiellit dhe tokës. Edhe në fund këtij ajeti ka thënë yahdillahu linurihi man yasha. Do të thënë Allahu e udhëzon në dritën e tij këtë doj. Prandaj kjo është prej lutjeve të mrekullueshme me kuptime të shumta që nuk duhet të neglizhohet, sepse ka domethënie madhështore. Pastaj, po çka kanë përmendur këtu prej dobive, do të thotë kujdesi Abdullah ibn Abbasit për ta mësuar diturin, për ta mësuar diturin, kujdesi për ta njohur të mirën. Gjithashtu ky hadith është argument se lejohet lëvizja e vogël për nevojë brenda namazit, siç ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe tham kuptohet se ai që falet pas një imami duhet të qëndrojë nga ana e djathtë e tij,
Gjithashtu është treguar se fjetja, pra që ka fjetur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i shtrir, kjo nuk ja ka prishur atij avdesin, se është në disa hadithe është përmendur që sytë e tij flen, por zemra e tij nuk ka fjetur, do thotë ka qenë i vetëdijshëm edhe në gjumë. Gjithashtu nga ky hadith kuptojmë se lejohet të falet namazi natës me xhamat, do të thonë me pas imam. Mirë po, marrëveshja, si më thonë, ose caktimi paraprak i faljes së namazit natës me xhamat është i ligjshëm vetëm në Ramazan, atë që ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kurse jashtë Ramazanit, nëse ndodh pa planifikim, atëherë lejohet. Për shembull, nëse dy vëllezër bashkëudhëtar, domethënë flenë në një vend, në një hotel ose kështu, edhe është zgjuar njëri duke u falur, tjetri ka mundësi të bashkangjitet, domethënë lejohet, ose burri me gruan, ose domethënë në raste të këtilla pa planifikim paraprak, është ky argument. Kurse për planifikim, për të marrë vesh që ta falim namazin e natës bashk, ajo lejohet vetëm në Ramazan. Në hadithin e radhës, thot Imam Bukhari rahimahullah, haddathana Ismail, qala haddathani Malik, an Abi Zubair, an Tawus al-Yamani, an Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Gjithashtu ky hadith transmetohet nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, thot kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha qama ila as-salati min jawfi al-layli qal. Do thot i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kur ngrihej për namaz në mes natës, do të thonë brenda natës, pra për namaz natë, e thoshte këtë dua. Kjo kur ngrihej për namaz natë, ka mundësi që të kuptohet se është para se ta filloj namazin e natës. E ka thënë këtë dua. Por në transmetim tjetër thot kur ngrihej për namaz natë, bënte tekbir dhe e thoshte këtë. Do thotë që më e sakta nga tubimi i haditheve është se kjo është dua ul istiftah. Do të thonë duaja e fillimit, hapjes namazit për namaz natë. Është që e ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Disa edhe kanë thonë që e ka thonë në fund pas përfundimit namazit. Mirpo më e sakta wallahu a'lam është që kjo është një prej formave të lutjeve në fillim të namazit, pas tekbirit fillestar. Ka thënë këtu, Allahumma lakal hamdu anta nuru s-samawati wal ardi wa man fihin. O Allah, ty të takon lavdia. Ti je drita e qiejve dhe tokës dhe e çdo kujt që është në to. Wa lakal hamdu anta qayyamu s-samawati wal ard, dhe ty të takon lavdia, ti je mbajtësi ose mbikëqyrësi dhe kontrolluesi i qiejve dhe i tokës. Wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fihin, ty të takon lavdia, ti je Zoti i qiejve dhe tokës dhe çdo kujt që është në to. Anta al-haqqu wa wa'duka al-haqq, domethënë ti je i vërteti. Premtimi yt është i vërtetë. Wa liqa'uka al-haqq, takimi me ty është i vërtetë. Wal jannatu haqqun wan naru haqqun was sa'atu haqq. Xheneti është i vërtetë, xhehenemi është i vërtetë, dita e gjykimit është e vërtetë. Allahumma laka aslamtu, o Allah, ty të nënshtrohem, ose ty të dorëzova. Wa bika amantu, të ti besoj. Wa alayka tawakkaltu, të ti mbështetem. Wa ilayka anabtu, të ti kthehem me pendes dhe me kthim të vazhdueshëm. Wa bika khasamtu, dhe me ndihmën tënde polemizoj ose debatoj. Wa ilayka hakamtu, të ti gjykohem. Faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu. Pra mi fal gjunahet që i kam lënë mbas ose ato që i kam bërë më herët, do të thënë ato që i kam bërë më herët ose ato që i kam lënë për më vonë, dhe ato që i kam fshehur dhe ato që i kam bërë publikisht. Anta ilahi, ti je i adhuruari im, la ilaha illa ant, nuk ka të adhuruar të drejtë përveç teje. Pra kjo dua, siç e shihni, ka kuptime madhështore me të cilat fillohet namazi i natës. Do thënë
kur njeriu i thot, ngrihet për të falë natën, edhe e fillon namazin me këto fjalë. Do thot që me të vërtet është i dorëzuar krejtësisht dhe e fal namazin me modesti të plot. Pra asesi mos bëhet namazi i natës shkak që njeriu t'i rritet mendja, edhe të thot se unë jam më i miri nga gjithë këta tjerët, edhe kur si kanë thonë, nëse njeriu nuk e di a thot Ibn Qayyim ose predikuj tjetër, pra një njeri që zgjohet për namazin e sabahut me keqardhje edhe me modesti, do të them për veten, pse nuk është ngrit natën, është më i mirë se një njeri që është fal natën dhe vjen, do të them për namazin e sabahut me mendjemadhësi, edhe vetëpëlqim. Sepse vetëpëlqimi i shkatron veprat. Dhe kjo dua është një ilaç shumë i dobishëm për shtimin e modestisë, për ulësisë, edhe për ta kuptuar se njeriu është i vogël. Pra shikoni çfarë kuptime madhështore, pra ti je drita, o Allah, ty të takon e gjithë lavdia. Edhe çdo cilësi e përsosur është e Allahut subhanahu wa taala. Pra fjala hamd, do të thonë lavdi, se Allahu është i lavdishëm për shkak të tij, për shkak atij subhanahu wa taala. Do të thonë jo për siç është falënderimi për të mirat që u bën robërve, po vetëm për sosmërinë e tij dhe për ekzistimin e tij, Allahu është i lavdishëm. Se atij takojnë emrat më të bukur dhe cilësitë e përsosura të larta, nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç atij, e gjithë lavdia i takon atij. Edhe prandaj përmenden disa prej cilësive. Ti je drita e qiejve dhe tokës dhe çdo kujt, do të thonë, keni kujdes se këtu ka thënë waman fihin, dhe çdo kujt që gjendet në qiell dhe në tokë. Pra i është dhënë përparësi krijesave që kanë logjik. Në gjuhën arabe ka, do të thonë, kur thuhet men, do të thonë është për qëllim krijesa ose gjallësa që është me logjik. Kurse ma, do të thonë është edhe gjallësat edhe sendet e ngurta, do të thënë përfshin çdo gjë. Por në veçanti ato që nuk kanë logjik. Do thotë këtu pasi është përmendur drita, është për qëllim drita e udhëzimit. Do thënë ti je drita e qiejve dhe tokës dhe çdo kujt, do thotë çdo krijese që ka logjik, që kupton, që është në qiej ose në tokë, ti je drita për të. Ty takon lavdia, anta qayyamus samawati wal ard. Do të thënë fjala qayyam ose qayyum, do të thënë është emri Allahut subhanahu wa taala. Allahu la ilaha illa hu al hayyul qayyum. Do të thënë Allahu është i gjalli mbikëqyrësi. Por qayyum dhe qayyam do të thotë ai që ekziston vetvetiu, që nuk ka nevojë për askënd dhe që mban çdo gjë. Do të thënë, me fuqinë e tij qëndron çdo gjë tjetër, me mbikëqyrjen dhe me mbajtjen e tij subhanahu wa taala. Do të thënë, anta qayyamus samawati wal ard. Ti je mbajtësi dhe sunduesi i qiejve dhe i tokës. Edhe ti je gjithashtu Zoti i qiejve dhe i tokës. Ty të takon lavdia, ti je Zoti i qiejve dhe i tokës dhe çdo kujt që është në to. Përsëri këtu jepet përparësi, do të thënë atyre që kanë logjik, sepse këtu bëhet fjalë për adhurim. Do të thënë është ngritur njeriu për një adhurim të madh, për namaznate, edhe e përmend thotë se Allahu është Zoti i të gjithëve, i çdo gjëje, por në veçanti edhe në radhë të parë, do të thënë atyre që kanë logjik, që mund të vendosin diçka, që kanë fuqi, mos mendoj njeriu se me mençurinë e tij, me fuqinë e tij, mund të bëhet i pavarur nga Zoti i tij subhanahu wa taala. Pastaj është përmendur antal haqqu, ti je i vërteti, ose ti je e vërteta absolute. Do të thënë ti je e vërteta, që do të thonë se ekzistimi yt është i vërtetë, nuk ka dyshim. Dhe se ti je Zoti, edhe këto që u përmendën më herët, janë të vërteta, të padyshimta. Dhe ti je meritori, gjithashtu fjala haq në gjuhën arabe është për merit, do të thënë ti je meritori për adhurim. Dhe askush tjetër, do thotë kur thuhet anta al haqu, do të thënë ti je meritori i vetëm. Siç është në ajet,
se anna Allaha huwa al-haqq, do të thënë Allahu është i vërteti ose meritori i vërtet, wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Do të thënë kurse çdo gjë që lusin përveç atij është e kota. Do të thënë nuk është adhurim në vendin e vet. Pra ti je i vërteti në ekzistimin tënd, në zotrimin e gjithçkaje, në emrat dhe cilësitë, dhe ti je meritori për secilin lloj të adhurimit. Wa wa'duka al-haq, edhe premtimi yt është i vërtetë, do të thonë nuk kemi dyshim në atë që e ke zbritur prej ajeteve ose për ne, do të thonë për hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atë që e ka premtuar Allahu, shpërblimet e veprave të mira ose dënimin për veprat e këqija, do të thonë nuk kemi asnjë dyshim se e gjitha është e vërtetë. Wa liqa'uka al-haq, edhe takimi me ty është i vërtetë, patjetër do të ndodh, do të vi patjetër ajo ditë për të cilën në të cilën robi do të takohet me Zotin e tij. Edhe kjo është një pjesë që e ka obligim njeriu ta besojë, edhe të jetë i qëndrueshëm në këtë deri në vdekje. Do të thonë është kjo prej shtyllave të imanit. Sigur edhe tjerat që u thanë më herët. Pastaj në lidhje me këtë takimin, gjithashtu është përmendur xheneti dhe xhehenemi, edhe dita e gjykimit. Wal jannatu haqqun wan naru haqqun was sa'atu haqqun. Do të thonë xheneti është i vërtetë, xhehenemi është i vërtetë, edhe dita e gjykimit është e vërtetë. Pastaj thot Allahumma laka aslamtu. O Allah, ty të dorëzohem. Pra kjo është fjala islam, që do të thonë dorëzim i plot, nënshtrim i plot, edhe në aspektin e rububijes, do të thonë jam i dorëzuar plotësisht te ti. Çka vendos ti, atë që ma cakton ti, jam plotësisht i kënaqur dhe i dorëzohem plotësisht vullnetit tënd me dëshirë. Do të thonë se secila krijesë është e nënshtruar ndaj vullnetit të Allahut subhanahu wa taala. Mirë për robi kur e thot, më thonë se jam i kënaqur që çdo çështje ime është në dorën tënde. Do të thonë unë e di, jam i vetëdijshëm dhe jam i lumtur. Pra, si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e shijon ëmbëlsinë e imanit ai që është i kënaqur me Allahun për Zot, dhe me Islamin për fe, dhe me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam për pejgamber. Pra, leke aslamtu, ty të dorëzohem plotësisht në këtë aspekt dhe jam i kënaqur që ti je Zoti im, dhe po ashtu i dorëzohem urdhrave tua, i dorëzohem adhurimit ndaj teje, pra vetëm ty të adhuroj, dhe çdo gjë që ke urdhruar, pra përpiqem ta zbatoj, jam i dorëzuar ndaj urdhrave tu dhe largohem prej asaj që ke ndaluar. Wa bika amantu, te ti besoj, do të thonë besoj në ty dhe besoj çdo gjë që ke thënë ti dhe që ke shpallur ti. Wa alayka tawakkaltu, edhe te ti mbështetem. Pra gjithashtu është mbështetja tek Allahu, është që njeriu t'i lër çështjet në dorë të Allahut. Edhe mos brengoset për atë që ja ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Pra dorëzim, gjithashtu dorëzim i plot, edhe mbështetje e plot te Allahu. Si thot edhe njeriu kur bie në gjumë, do të thënë pas namazit të yacis, shtrihet edhe thot Allahumma aslamtu nafsi ilejk, o Allah ta dorëzoj shpirtin tim ty, wa fawwadtu amri ilejk, edhe gjitha çështjet e mia i lë në dorën tënde. Edhe pastaj namazin e natës thot wa alayka tawakkaltu, te ti mbështetem. Pra ky njeri me të vërtetë është që e thot këta, i bën këto dhikre, është plotësisht i mbrojtur prej brengave, mërzive, prej dëshpërimit, ose si thënë kësaj smundjes të njerë, së më kujtohen depresionet to. Si ka mundësi të ketë njeriu depresion kur e ka këtë besim në Allahun subhanahu wa taala, edhe e di se çdo gjë është në dorën e tij dhe është i kënaqur me atë që e cakton Zoti i tij subhanahu wa taala. Wa alayka tawakkaltu. Do të thonë te ti mbështetem plotësisht, wa ilayka anabtu, edhe te ti kthehem. Do të thonë ky kthimi me pendesë, nëse bën njeriu mëkat, yarhamukallah. Do të thonë kthehem me pendesë pas mëkatit,
edhe kthehem vazhdimisht në adhurimin tënd edhe kur harroj, dhe kthehem te ti, do thot për rregullimin e çështjeve të mia, do thot kur njeriu përpiqet, edhe harron në një moment. Edhe nëse sheh sukses, po edhe nëse sheh mungesë suksesit, duhet vazhdimisht i kthehet Allahut subhanahu wa taala dhe të pres, ti lutet atij për rregullimin e çështjeve. Wa bika khasamtu, edhe me emrin tënd ose me argumentet e tua, do thot debatoj me njerëz, do të thënë me ato argumentet që ti i ke shpallur dhe ato që na ke mësuar, do të thënë me ato un jam i fuqishëm për të debatuar me të tjerët. Wa ilayka hakamtu, edhe te ti gjykohem, do të thënë çdo gjykim e kthej te ti dhe ti e gjykuesi, do thot edhe për çështjet që janë në dunja, do të thënë për çështjet e dunjas, që i kthehet vazhdimisht njeriu për gjykim librit Allahut dhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të gjitha këto fjalë janë tawassul, do të thënë për tu afru tek Allahu, duke përmendur emrat, cilësitë e tij, duke përmendur imanin, nënshtrimin, veprat e njeriut, do të thënë të mira. Me gjitha këto njeriu i afrohet Allahut subhanahu wa taala dhe është i gatshëm tani që ta tregoj nevojën e tij dhe ta bëj lutjen, kërkesën, do të thënë pasi është afruar me gjitha këto kuptime madhështore, dhe thot faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu, do të thënë mi fal ato që i kam bërë ose ato që nuk i kam bërë. Kemi thënë për këtë qaddamtu wa akhartu ka edhe kuptim, më thënë ato mëkate që i kam bërë, që nuk është dash t'i bëj, dhe ato mëkate që i kam lënë pa bërë, do të thënë vepra që e kam pas obligim t'i bëj dhe nuk i kam bërë. Ose është ky kuptim, ose kuptimi është ato që i kam bërë më parë, ose ato që ka mundësi t'i bëj më vonë. Do të thënë për gjitha kërkon faljet e Allahu subhanahu wa taala. Edhe kjo kuptohet me këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vazhdimisht e ka treguar pozitën e të qenit rob para Allahut subhanahu wa taala. Do të thënë ky nënshtrim, edhe pse Allahu ja ka fal gjunahet edhe ka mbrojtur prej gabimeve. Mirë po, vazhdimisht e ka tregu robrin, do të thënë se është rob i Allahut subhanahu wa taala. Edhe ky madhrim, do thot prej kur e marrim parasysh se është i dërguar i Allahut, që Allahu e ka garantuar me shumë të mira, do të thënë atëherë shtohet kuptimi për ulësisë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur i dëgjojmë këto, kur i, do të thënë këto fjalë që i ka thënë. Prandaj duhet më shumë të përhapet dituria për njohjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për njohjen e Islamit dhe për njohjen e Allahut subhanahu wa taala. Sidomos në këtë kohë, do të thënë ne kemi obligim më shumë ta përhapim diturinë vazhdimisht, edhe diturinë e sakt. Kjo përveç që na mëson ne si të lutemi, gjithashtu është argument për muslimanin, për përforcimin e imanit. Sepse e shohim sidomos në këtë kohë, do të thënë propaganda e egër për nënçmimin e muslimanëve, për nënçmimin e fesë islame, edhe për ta paraqitur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ashtu si nuk ka qenë, padyshim. Do të thënë patjetër musliman, hoxhallar në radhë të parë, por secili musliman e ka obligim që t'i shfaqë këto aspekte të realitetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Si ka mundësi ky njeri, do të thënë që është ngritur natën, i kanë tregu gratë e tij, e kanë tregu njerëz, ka shku, do të thënë Abdullah ibn Abbas te tezja e tij, Abdullah ibn Umar ka shku te motra e tij, Hafsa gjithashtu, për ta pa veprimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në kohët më intime. Do të thënë si vepron, është ngritur, e ka adhuruar Allahun subhanahu wa taala, e ka lënë rahatin, edhe i ka thënë këto fjalë madhështore vazhdimisht. Do të thënë kur të kuptohen këto aspektet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, muslimanit i shtohet dashuria, bindja dhe dëshira për ta ndjekur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe është gjithashtu argument kundër atyre që sulmojnë. Prandaj me këtë dituri, atëherë mund të themi kur lutemi wa bika khasamtu, do të thënë me ndihmën tënde polemizoj me tjerë. Do të thënë me pas dituri që vjen nga Allahu subhanahu wa taala, për njohjen e Allahut, njohjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe njohjen e fesë islame me argumente. Këto ai kemi mësuar se janë bazat e para. Edhe
Prandaj gjithmonë e përsërisim se dituria nuk është vetëm që të mësohet në teori. Do të thënë nëse e pyesim secilin prej nesh këtu, cilat janë 3 themelet që duhet t'i di secilit, besoj që secili ditë thotë njohja Allahut, do të thënë njëherë dituria, baza e parë, është njohja Allahut, njohja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe njohja e fesë islame me argumente. Pastaj vjen vepra, pastaj thirrja dhe pastaj durimi në këtë rrugë. Atëherë këto që i mësojmë, do të thonë, duhet t'i praktikojmë. Me të vërtetë duhet të përpiqemi për njohjen e vërtetë të Allahut me emrat dhe cilësitë e tij, si i ka zbritur në librin e tij dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Njohja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duke e njohur aspektet e sirrës së tij, do të thonë jo vetëm ato aspektet teknike, do të thënë ku ka lindur, si ka jetu, do të thënë kur ka bërë hijret e kështu me radhë, por njohja e përditshmërisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, njohja e ibadetit të tij, njohja e moralit të tij. Këto janë aspekte shumë të rëndësishme që duhet t'i mësojmë për vete dhe t'i praktikojmë, pasi ai është shembulltyra jon sallallahu alaihi wasallam, dhe t'i përhapim, t'ua tregojmë të tjerëve, që t'jetë, do të thonë, pjesë e kësaj përhapje të kësaj drite. Pra ka thonë, faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu. Do të thonë, mi fal ato që i kam bërë më herët, ose ato që mund t'i bëj më vonë, ose ato që i kam bërë dhe ato që nuk i kam bërë, ato që i kam fshehur dhe ato që i kam publikuar. Edhe kjo është mësim për umetin, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka pas asgjë prej këtyre, por është mësim gjithashtu, përveç asaj që e përmendëm më herët, është edhe mësim se si duhet të lutemi, sepse këto të gjitha janë tek ne. Do të thënë është vepra që nuk është dashur t'i bëjmë dhe i kemi bërë, edhe ka vepra që e kemi pas obligim t'i bëjmë dhe nuk i kemi bërë, edhe ka që i bëjmë mëkate të fshehta, edhe ka mëkate para njerëzve të tjerë, edhe ka mëkate që i bëjmë me seriozitet, edhe me shaka, edhe me qëllim, me gabim. Të gjitha ato janë të ne, padyshim, edhe duhet vazhdimisht t'i lutemi Allahut subhanahu wa taala për faljen e tyre. Edhe në fund ka thënë ente ilahi, do të thënë ti je i adhuruari im, ti je perëndia im, la ilaha illa ant, nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç teje. Përndryshe, do të thënë, ju keni pa që këtë fjalë e kanë thënë të gjithë pejgamberët. Do të thënë ja ilahi, pra ato që transmetojnë vetë krishterët, ato fjalë i ka thonë Isa alayhi salatu wassalam. Nuk ka thonë unë jam ilahu juaj, unë jam perëndia juaj, nuk ka thonë, por ka thonë pra Zoti është perëndia im dhe perëndia juaj. Si Allahu subhanahu wa taala thot në Kur'an që ditën e gjykimit do t'i thot Isait, birit Meriem, o Isa, biri Meriemes, ti u the njerëzve më adhuroni mua dhe nënën time, krahas Allahut, edhe Isa alayhi salatu wassalam e thot atë realitet, për cilën do të dëshmoj ky umet. Kemi thonë që ka në disa hadithe, do të pyeten pejgamberët, a ke dëshmitar për këtë? Dhe popujt e tyre nuk dëshmojnë. Ka disa popull që kanë refuzuar krejtësisht, nuk ka asnjë dëshmitar prej popullit të tij. Dhe dëshmon ky umet, dëshmojmë ne, se ky pejgamber e ka çuar vend mesazhin dhe i ka thirrur njerëzit në tauhid, dhe nuk i ka thirrë që të adhurohet ai. Pra në këtë lutje është miratim i robit, lutje, do të thënë miratim i vazhdueshëm nga ana e robit, se Allahu është një i vetëm, i veçuar me rububie, me uluhie dhe me emrat dhe cilësitë e tij. Pastaj në hadithin e radhës thot Imam Buhari rahimahullah, në hadith që transmeton nga Abdullah ibn Abbas po ashtu, zinxhiri është, ka thënë Imam Buhari, haddathana al-Walid ibn Salih, qala haddathana Ubaydullah ibn Amr an Zaid ibn Abi Unaysa, ose Anisa, an Yunus ibn Khabbab, an Nafi' ibn Jubair ibn Mut'im, an ibn Umar radhiyallahu anhuma. Do thot pra transmeton Nafi' ibn Jubair ibn Mut'im, që është do thot sahabi, edhe
Pra Nafi është biri i sahabiut Jubair ibn Mut'im, transmeton nga Abdullah ibn Umar. Më falni, këtu Abdullah ibn Umar, këtu thot Abdullah ibn Abbas. Allahu alem, duhet të shikojmë cila është e sakta. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lutej me këto fjalë: Allahumma inni es'aluka al-afwa wal afiyata fi ad-dunya wal akhirah. Do të thonë, Allahu kërkoj prej teje falje dhe mbrojtje në dunja dhe në ahiret. Allahumma inni es'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaja wa ahli wa mali. Këto janë transmetim tjetër. Do të thonë, Allah kërkoj prej teje falje dhe kërkoj mbrojtje në fen time, në dunjan time, në familjen time, në pasurin time. Thot wastur aurati, do të thënë më mbulo tmetat, wa amin rawati, dhe mi siguro frikat e mia, wahfadhni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimal wa an yasari wa min fawqi, dhe më mbro prej përpara, prej mbrapa, nga djathta, nga e majta, dhe prej lart. Wa a'udhu bika an ughtala min tahti, dhe strehohem te ti që mos shembem prej poshtë. Do të thonë, siç është shembur Qaruni. Do thotë, këtë dua besoj e kemi përmendur më herët. Është dhe kuptimet janë përsëritur disa herë. Pra i kërkohet Allahut falje, el-afu, që do të thonë fshirje e mëkateve. Dhe afia, që kemi përmendur shumë herë, do të thonë mbrojtje dhe shpëtim prej çdo dëmtimi ose prej çdo mangësie. Afia, do të thonë që mos ketë njeriu sprova dhe goditje. Dhe këtë edhe në dunja dhe në ahiret. Pastaj edhe një herë falje, shlyerje të mëkateve dhe mbrojtje në fe, që mos ketë njeriu sprov në fenë e tij ose mangësi në fenë e tij. Se ka thonë gjithashtu në lutje tjetër, wala taj'al musibatana fi dinina. Do thonë, mos na i bëj sprovën në fenë tonë. Pra më jep mbrojtje dhe shpëtim në fenë time dhe në jetesën e dunjas, në këtë jetë, gjithashtu në familjen time, në pasurinë time, do të thonë gjitha këto që mos kem goditje që ma vështirësojnë jetesën. Dhe më mbulo auretin, do të thonë më mbulo atë që duhet mbulohet prej auretit të trupit, dhe po ashtu prej tmetave të veprave ose fjalëve që ka bërë gabime njeriu, i lutet Allahut që t'ja mbuloj ato dhe t'ja fal. Mi siguro frikat, do të thonë çdo frikë që ka njeriu, që Allahu t'ja largoj, që mos jetë, do të thonë, frika shkak për devijim, do të thonë në dunja. Edhe gjithashtu mos ketë frika në ahiret, po ashtu edhe aty frika mund të jetë shkak për devijim dhe rënje në xhehenem. Më mbro nga të gjitha anët, janë përmendur 6 anë të njeriut, prej të cilave nga të gjitha anët mundohet shejtani t'i afrohet njeriut dhe ta devijoj. Prandaj i kërkohet Allahut subhanahu wa taala mbrojtje nga të gjitha këto anë, 6 anë, dhe po ashtu en ughtala min tahti. Do të thonë dhe kërkoj mbrojtjet e tij mos shembem prej poshtë, do të thonë mos më vi dënimi prej poshtë, ka ardhur disa popujve dhe i ka ardhur Qarunit, i cili ka qenë shumë i pasur dhe shumë ka menduar se është i fuqishëm dhe pallatin e tij e ka pasur të mbrojtur nga të gjitha anët. 5 anë. Do të thonë, kurse ai ka menduar se nga 6 anë. Pasi pallati i ndërtuam, do të thonë nga të gjitha llojet, nga të gjitha anët, nga 4 anët ka qenë i mbrojtur, edhe prej sipër ka qenë i mbrojtur. Mirë po, i ka ardhur dënimi prej poshtë, ku nuk e ka menduar. Edhe është shembur në tokë. Prandaj njeriu i kërkon Allahut mbrojtje në secilin aspekt. Besimtari. Pastaj edhe kjo është një lutje e fuqishme që tani kjo që vjen, që duhet të hyjte ato që i tham më herët, që muslimanët ta mësojnë realitetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ta përhapin, ta tregojnë
përditshmërinë e tij dhe për ulësinë që e ka pas ndaj Allahut subhanahu wa taala. Edhe mjafton, do thotë, e dini si ka pyet Herakli, ka pyet a ka gënjur ndonjëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe Ebu Sufjani ka thënë asnjëherë nuk ka gënjur. Edhe pastaj ka thënë më në fund, mund të pyeta se nuk ka mundësi njeriu që nuk ka gënjur për njerëzit, gënjeshtrën e parë ta ketë për Allahun subhanahu wa taala. Kjo është para fillimit të shpalljes. Edhe gjatë shpalljes, do të thonë kur ka pretenduar se është i dërguari i Allahut, do të thonë ky moral, kjo përulësi ndaj Allahut subhanahu wa taala, kjo, do të thonë çdo herë, kjo mbrojtje e tauhidit, edhe njerëzit kur kanë thonë si do Allahu dhe ti, ka thonë a mbane të barabartë me Allahun, thuaj si do vetëm Allahu, ose tjetri ka ardhur i ka bërë sejdë. Edhe nëse ishte lejuar të bëhet sejdë krijesave, kush është më meritor se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe ashtu e ka kuptuar kur i ka pa ata mushrik që i bëjnë sejdë mbretit, ka thënë ne jemi më meritor të i bëjmë sejdë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por e ka ndaluar dhe e ka qortu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka dashur ngritjen e vetvetes, por vetëm thirrje për madhrim dhe adhurim ndaj Allahut subhanahu wa taala dhe asgjë tjetër. Edhe në këtë lutje që vjen pra pas luftës së Uhudit, ku janë dëmtuar muslimanët, është plagosur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe kanë pasur, do të thonë, vështirësi. Pra, shikoni si ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot Imam Bukhari rahimahullah, haddathana Ali قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا عبد الواحد ابن أيمن قال حدثنا عبيد ابن رفاعة الزرقي عن أبيه قال لما كان يوم أحد. دمثان ترانسميتون nga Rifa'a az-Zuraqi radhiyallahu anhu thot pra ditën e Uhudit, pasi mbaroi lufta dhe u larguan mushrikët, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha istawu hatta uthniya ala rabbi, pra drejtohuni që ta lavdroj Zotin tim. Domethënë edhe pas kësaj humbje dhe goditje, plagosje, vrasje, do të thënë disa prej sahabeve, kanë rënë disa prej sahabeve shahida aty, shumë, do të thënë 70, edhe njëherë ka dashur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të tregoj lëvdata dhe madhrim për Allahun subhanahu wa taala. Pastaj thot u renditën sahabët në safa pas tij dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Allahumma lakal hamdu kullu, o Allah, ty të takon e gjithë lavdia. Allahumma la qabida lima basat. O Allah, nuk ka mundësi ose nuk ka ngushtues për atë që ti e ke zgjeruar. Wala ka në tjetër transmetim edhe gjithashtu nuk ka zgjerues të asaj që ti e ke ngushtuar. Ose nuk mund ta kufizoj askush atë që ti e ke hapur, e ke lëshuar, pra prej rizkut, dhe nuk mund ta hap askush atë që ti e ke kufizuar ose e ke shtrënguar. Wala muqarriba lima ba'at. Wala muba'ida lima qarrabt, edhe nuk mund të afroj askush atë që ti e ke larguar dhe nuk mund të largoj askush atë që ti e ke afruar. Wala mu'tiya lima mana'ta wala mani'a lima a'tajt, edhe nuk mund të jap askush atë që ti e ke ndaluar dhe nuk mund të ndaloj askush atë që ti e ke dhënë. Allahumma bsut alejna min barakatika wa rahmatika wa fadlika wa rizqik. O Allah, na i zgjero, na i lësho, do të thënë në mënyrë të gjerë, bekimet, mëshirën, dhuntin dhe furnizimin tënd. Allahumma inni as'aluka an-na'im al-muqim alladhi la yahulu wa la yazul. O Allah, unë kërkoj të mirat e përhershme, të mirat e tua të përhershme, të cilat nuk ndryshojnë dhe nuk largohen. Allahumma inni as'aluka an-na'ima yawm al-'aila. O Allah, kërkoj prej dhuntive tua ditën e vështirësisë dhe nevojës. Wal amna yawm al-harb, edhe kërkoj siguri në ditën e luftës ose frikës dhe vështirësisë. Allahumma a'idhan bika min su'i ma a'taytana. O Allah, kërkoj, do të thënë strehohem te ti nga të këqijat e asaj që na ke dhënë.
Dhe wa sharri ma mana'ta minna, edhe nga të këqijat e asaj që na ka ndalu. Cilat janë të këqijat e asaj që na ka dhënë Allahu subhanahu wa ta'ala. Më thënë është, kur Allahu i jep të mira robit të tij, ka mundësi që robit i rritet mendja, do të thënë fiton vetë pëlqim, edhe mendon se nuk ka nevojë për askënd. Ose gjithashtu nuk i kryen detyrat që i ka për atë që ja ka dhënë Allahu. I jep Allahu pasuri dhe nuk e jep zekatin për shembull, nuk jep ose nuk i kryen obligimet ndaj familjarëve kështu me radhë, pasi Allahu ja ka dhënë. Prandaj kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga e keqja e asaj që na ka dhënë. Do të thënë nga këto të këqija që mund t'i bëjmë për shkak të mirave që na jep Allahu subhanahu wa taala. Dhe nga e keqja e asaj që nuk na i ka dhënë. Cila është ajo e keqja e asaj që nuk na ka dhënë Allahu? Si mendoni? Mërzitia se nuk ka rit. Po, shumë mirë, ahsante. Do të thënë ka hased. Do të thënë kur e sheh një të mirë te dikush tjetër dhe atë që nuk ta ka dhënë ty Allahu, atëherë shkaktohet hased. Edhe njeriu dëshiron që ti largohet ajo e mirë që ja ka dhënë atij tjetrit. Edhe ose punon që t'ja prish atë mirë, ose me mësysh për shembull, ose me sihr bëjnë disa, ose me përgojim, shpifje, do të thënë vetëm t'ja heq atë mirë që ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala dikujt tjetër dhe nuk ja ka dhënë atij. Ose gjithashtu pakënaqësia me caktimin e Allahut, do të thënë mërzitet pse Allahu nuk i ka dhënë atij. Këto janë të këqija të asaj që nuk na ka dhënë Allahu. Prandaj kështu në këtë mënyrë robi kërkon Allahut mbrojtje dhe strehohet tek Allahu nga e keqja që asaj që ma ke dhënë dhe nga e keqja asaj që nuk ma ke dhënë. Allahumma habbib ilejna al-imana wa zayyinhu fi qulubina. O Allah, ma bëj të dashur imanin, na e bëj të dashur imanin dhe zbukuroj dhe stolisë atë në zemrat tona. Wa karrih ilejna al-kufra wal-fusuqa wal-isyan waj'alna min ar-rashidin, dhe na i bëj të urryer kufrin, mëkatet dhe gjunahet. Waj'alna min ar-rashidin, dhe na bëj prej të udhëzuarve. Cili është dallimi mes fusuq edhe isyan, ose fasik? Kush është fasik dhe kush është asi? Kam thënë fusuq është dalje nga bindja. Do të thënë pasi njeriu ka qenë i bindur, pastaj e braktis bindjen ndaj Allahut, edhe do të thënë hyn në gjuna dhe mëkate, atij i thuhet fasik. Kurse njeriu që nuk e zbaton urdhrin e Allahut quhet asi. Do të thënë isyan, pra mosbindje. Pra ai që nuk e zbaton quhet i pabindur. Ai që ka qenë i bindur dhe ka dalë në pabindje quhet fasik. I dalë, se fusuk do të thënë dalje ose rebelim. Për këtë kuptim ka mundësi dikush të shpreh dyshim pse mosbesimtarët quhen fasikun. Pse quhen fasikun? Kur ata janë mosbesimtarë në esencë. Nuk kanë dalë do të thotë nga bindja, kanë thënë dietarë sepse ata kanë dalë nga një gjë që është do të thënë më së logjikshme dhe natyrshme, që njeriu besojë në Zotin e tij. Edhe ata kanë dalë nga kjo, që është natyrë e njeriut, edhe secili kur lind e ka këtë natyrshmëri të pastër, prandaj ka dalë prej kësaj më vonë, dhe edhe pse është në kufër, do të thënë quhet gjithashtu fasik, fusuk akbar, do të thënë fisku i madh, ose fusuku i madh, që është kufri. Edhe kjo është, do të thënë në lutje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përdorur fjalët e njëjta që janë në Kur'an. Kur'an Allahu ka thënë walakin Allah habbaba ilaykum al-imana wa zayyanahu fi qulubikum. Do të thënë Allahu ju ka bërë të dashur ju imanin dhe ka zbukuruar e ka stolisur atë në zemrat tuaja. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë habib ilayna al-iman, na bëj të dashur imanin dhe na stolis atë në zemrat tona. Deri në fund, siç është në jetë, është edhe në këtë lutje. Allahumma tawaffana muslimin wa ahyina muslimin wa alhiqna bis salihin. O Allah, na bëj të
jetojmë si musliman dhe të vdesim si musliman dhe na bashko me njerëz të mirë në ahiret. Ghayra khazaja wala miftunin, do të thonë të pa dëshpëruar, pa mos ndodh që të pa dëshpëruar dhe pa sprovuar. Mos ndodh pra në dunja që të vi dëshpërimi, të vi, do të thonë devijimi pas udhëzimit, edhe mos vi fitnja dhe do të thonë me këtë fitnë të devijoj nga rruga e drejtë. Pastaj ka thonë Allahumma qatilil kafara alladhina yasudduna an sabilik wa yukadhibuna rusulak wa yukadhibuna rusulak. Do të thonë Allah luftoi mosbesimtarët të cilët i pengojnë njerëzit nga rruga jote dhe i përgënjeshtrojnë të dërguarit e tu. Waj'al alehim rizqaka wa adhabak. Edhe lëshoj atyre pra dënimin e ashpër tënd. Allahumma qatilil kafara alladhina utul kitab. O Allah, luftoj mosbesimtarët të cilëve u është dhënë libri, ilahel haq, do të thonë o Perëndi i vërtet, o Perëndi i të vërtetës, pra o i adhuruar i vetëm me të drejtë. Pra kjo lutje ka qenë, do të thënë, pas përfundimit të luftës së Uhudit, edhe pas varrosjes së shahidave, wallahu a'lam. Dhe kjo është lutje e dobishme për njeriu që ka ndonjë, jo për muslimant, kur ka ndonjë vështirësi, do të thënë kur ka breng ose sulm nga mosbesimtarët, është për e lutjeve më të dobishme që mund të bëhen gjithashtu në kunut, në namazet farz, do thotë është lutje që ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për largimin e vështirësive nga muslimanët në përgjithësi. Dhe në këto raste të jashtëzakonshme kur ndodh një vështirësi e madhe për muslimanët, atëherë është e ligjshme që të tubohen dhe të rreshtohen rreshta dhe imami të lutet, xhamati thot amin. Do thonë në raste të jashtëzakonshme të goditjeve të muslimanëve në përgjithësi. Kurse tubimi kështu për të lutur, për të bërë dhikr bashkarisht, ajo është prej bidateve që i kanë shpikur sufit, nuk ka bazë në sheriat. Edhe e dim shumë qartë qërtimin që u ka bërë Abdullah ibn Mas'ud, atyre që janë mbledhur për dhikr. Edhe këto janë shpikje që kanë shpikur sufit, edhe ka mundësi të argumentohen me këtë hadith. Mirë po kjo është një rast i jashtëzakonshëm, një herë që ka ndodhur në vështirësi të madhe që i ka goditur gjithë muslimanët. Atëherë është e ligjshme padyshim që të mblidhen dhe të luten Allahut subhanahu wa taala bashkarisht dhe në veçanti kunut në namaz. Këtë e ka bërë po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, namazin e sabahut, po ashtu edhe ka transmetime edhe për namazet tjera, lutet me këto lutje dhe besimtar të tjerë, imami lutet, do të thonë besimtar të tjerë thon amin, kjo është e ligjshme. Mjaftojmë me kaq, wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad, subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.